keni ardhur në kanalin tim në një vlog të ri. Sa gjëra të bukura na presin para dhe sa ditë të bukura që kemi. Jam bërë gati, nuk jam e sigurt nëse vjen duhet ta mbaj kështu anash apo duhet ta mbaj në mes. Por faktikisht e kam shtrirë flokun në këtë mënyrë edhe provova që t'i ktheja pak edhe nuk më rinin kaq bukur sa që më rin kështu që detyrohem që t'i mbaj kështu. Jam bërë gati pse? E dini, do shkojmë tek eventi që po krijon Rea për Mbire Studio dhe do shkojmë atje tek studioja. Jam shumë e lumtur, shumë emocionuar, nuk e di kush do jetë. Kam parë ftesën që kishte postuar Ula, e sigurt që është dhe Ersi sepse ka ardhur dhe Ersi nga Gjermania dhe kaq kam informacion, di që duhet të jemi atje rreth orës 12:01 dhe ora është 11 e pak dhe unë jam bërë gati më herët në mënyrë që t'ju hapja pak dhe për t'ju treguar pak. Këtu janë vatët që i mora në Gjermani herën e fundit, janë kështu me zemër, me perl në mes edhe anash me gold dhe ky është fustani që më pëlqen shumë. Kishim një dress code që mund të ishte një veshje komode, e ngrohtë, estetike, cute, gjëra të tilla dhe mendoj që ky fustani është shumë cozy, vjen kështu si lesh, si deve, nuk e ka këtë pjesën e pellushit këtu poshtë që e bën të gjithë fustanin më të veçantë. Është shumë i gomuar edhe unë e kam marrë tek Zara, që ndron kështu pas trupit dhe nga këmbët prisni të bëj pak më pas, kam kombinuar me pupat që mora në Gjermani me këto çorapet cute dhe va tregoj edhe më nga afër dhe mendoj që si për do vesh një pelerin që e kam marrë online në një faqe që do u tregoj se çfarë kam marrë tjetër aty dhe do ju lë dhe faqen tag dhe dua t'ju tregoj tjetër se çfarë do marr me vete për tek Rea. Mund të shkoja duar bosh. Kështu që mora këto lulet, shikojeni pak sa të bukura që janë, edhe i kam vendosur edhe një kartolin shumë vintage aty dhe kam shkruar Merry Christmas Mbire Studio dhe ka këto fix për Christmas, jemi 20 dhjetor edhe jemi afër Krishtlindjeve dhe vitit të ri. Dhe ja, kjo ishte busheta e vogël. Dhe në fakt këtu brenda kam një dhuratë, po prap për Mbire Studio që e kam paketuar edhe nuk mund ta shpaketoj. Shikojni pak sa detaje cute i kam vendosur këtu. Ka këtë që lexon 2026 me fjongon e bardhë dhe këtë me të bardhë me të kuqe. Gjanë shumë bukur. Do me vija, me gjanë edhe pak me paketimin e agendave që po bën në Rea. Do të kam për të marrë edhe unë agendën time, edhe mezi po pres. Për pak do rezervoj edhe taksin dhe të iki me taksi, se normalisht nuk mund të iki me urban, për aq më tepër që jam pak larg këtu nga studioja e Mbires. Make-upin shumë thjesht sepse nuk doja të bëja shumë me ngarkuar, njësoj si në përditshmëri thuajse. Këtë çantën do marr dhe i kam vendosur edhe këtë varsen këtu, që në fakt më kishin dhuruar për Secret Santa, gocat që bëm në shkollë dhe do t'ju tregoj edhe se çfarë më rate pakoja e Secret Santa. Por kur të kem mundësi, ndoshta kur të vim nga eventi. Sot dua të nisem dhe për në Vlorë në fakt, sepse të gjithë studentët kanë mbaruar që dje dhe unë qëndrova edhe sot në mënyrë që nuk doja ta humbisja kurse si këtë event, edhe ndoshta vin më merr i dashuri sepse mund të mbaroj vonë dhe nuk ka fugona ose minibuza apo taksi të vogla që të mund të iki. Kështu që derisa të mbarojmë eventin, të vi në shtëpi, nëse do kem kohë, patjetër që do ua tregoj të gjitha, mos sot, nesër një ditë këtu jemi. Kështu duken edhe pupat bashkë me çorapet. Shikoni pak se sa detaje të lezetshme që kanë çorapet. Edhe këto çorapet mos gaboj, i kam marrë, mi ka dhënë Rea brenda një kutie që kam marrë një plan tjetër, jo një agend, por ishte një blog që lexon bota ime dhe brenda te paketimi kishte edhe këto çorapet që kanë diku te një vit, mos gaboj ose ndoshta edhe pak më shumë. Për këtë këtu po flas dhe ndërkohë aty pas kam edhe agendën. Është viti i dytë që unë përdor agendën nga Mbire dhe në fakt ky do jetë viti i tretë që e marr përsëri. Mos kapoj apo jo, se jam pak kështu. Po, viti i tretë që do e marr, sepse vitin e parë kam pas atë me zemrën e kuqe dhe këtë vit të dytë kam pas këtë agendën këtu që është shumë cute edhe kjo, dhe ndërkohë këtë vit që do ta shohim sot. Te pjesa e kopertinës kishte këtë shkrimin këtu dhe pastaj kemi pasur
këtë shkrimin këtu. Ndërkohë e kuptoni nga shkrimet më pas që kam shkruar pafund gjëra këtu. Kishte gjithë kalendarin e vitit dhe faqja tjetër ka qenë direkt për qëllimet e 2025-s. Pafund qëllime në fakt që mund të them që 80% të tyre janë arritur. Kur i shkruajmë gjërat në letër, kur i manifestojmë, më duket sikur vinë për te asaj, sepse ti ke aty gjithë kohës, i lexon, kujtohesh, je më organizuar, edhe nuk haron detaje dhe gjëra të tjera. Sidomos unë pastaj që kam shumë takime, kam organizime, xhirime, shumë gjëra që më duhet patjetër ta kem agjendën për t'i shkruar të gjitha aty dhe mos të mbas asnjë detaj, sepse në fund të ditës përpikmëria dhe korrektësia varet nga ne. Duke i pasur të shkruara, nuk harron kurrë. Bëja në fakt tani një unboxing për këta që rind, kështu që thash t'ua tregoj edhe juve këtu, se janë shumë të bukur, për më tepër që kanë një aromë, nuk e di, domethënë dihet sa i shpaketova, kanë një aromë shumë të mirë, edhe kjo pema shumë e bukur, edhe këtu, kjo floku i dëborës, portreti i babagjyshit, edhe çizmja, dhe i kam marrë tek Erejne Atelier, nuk e di sa mirë e shqiptoj dhe sa e sakt jam, por shkojni hidhini një syfaqe sepse bën punime vërtet shumë të bukura. Sa do doja që ti ndjeni dhe ju aromën në këto momente. Mundeni, nuk mundeni. Vinë shumë aromë mirë. Era vanilje, era nuk e di. Mezi po pres që ti marrë me vete tek shtëpia tani, edhe të mund t'i ndez atje, sa atje ndihet tamam ajo aromë festive. Shpresoj që viti 2026 të jetë një vit sa më i mirë edhe të jeni më të organizuara dhe agenda Mbire Studio të ndihmoj që të realizoni dhe të planifikoni çdo ëndër dhe dëshirë që keni qenë. Edhe gëzuar, faleminderit. Faleminderit, Andrea. Tani të presim tortën. Kemi tortën me mielën, sepse kemi lançuar një nga kopertinat e mia të preferuara, që është me mielën dhe simbolizon këtë forcën, delikatesën që çdo vajzë ka. Hello, si jeni? Kemi bërë gati sepse sot e kemi ditë me familjen tonë, do dalim sepse kemi për të bler këndin ose divanët për sallonin tonë. Sa do t'i blejmë, sa do arrim të gjejmë ato që duam, prandaj do ju marrë edhe juve me vete që ta zbulojmë se si do jetë dita sot. Nesër janë krish, lindje dhe neve akoma nuk kemi përgatitur mirë edhe bukur, por di që do organizohemi shumë mirë me mamin. Mezi po pres, në fakt ju jap edhe një lajm të vogël. Këto janë krishtlindjet e para që ne i festojmë, që i dashur jon do t'i festoj me ne dhe do vi tek shtëpia ime. Ai në fakt nuk i feston krishtlindjet në familjen e vet, ne i festojmë, kështu që i takonte që të vinte tek familja jon edhe të festonin krishtlindjet kështu së bashku. Ikën dritat sa do ju bëja një fit check, është shumë e rësirë, por outfiti im sot rrotulloj t'i gjithi rreth kësaj trantellës së bukur këtu, që e kam bler jo pak lek, por u fiksova dhe e mora. Unë
nuk ndihem shumë bukur. Pulu si erdhi qeni. Nuk ndihem shumë bukur kur I ka flokët birë, se më ngjan vetja sikur jam kështu si tullace, sikur s'kam flok. Unë s'kam shumë flok, por që ideja nuk po më lë qeni. Prisni, shkoni t'ua tregoj. Hajde, hajde drit. Hajde këtu. Hajde. Nuk e mendoja që do ishte gjë kaq e vështirë që të zgjidhje divan ose kënd për shtëpinë tënde. Kemi bredhur gjithë fierin. Kemi ndaluar në 80% të mobilerive këtu dhe kush ka ardhur në fier apo jeton këtu e di shumë mirë se sa full është fieri me mobileri. Kemi gjetur disa gjëra që mund të na përshtaten për shtëpinë tonë, me çmime ekonomike, por edhe jo ekonomike, do me thënë, akoma nuk e kemi gjetur atë idenë se si e duam fix dhe mund ta bëjmë me porosi, po nëse e bëjmë me porosi do vonoj gati 2-3 muaj, edhe ne donim që të na zinte viti I ri kështu bukur, lezetshëm, me shtëpinë në rregull. Por nuk kemi vendosur akoma as edhe një lloj gjëje. Nuk filmoj dot shumë nëpër këto mobilerit sepse të jem e sinqert nuk lejohet. Jam munduar 2 herë që të filmoj të paktën me telefon, por që nuk na lejohet. Në fund na erdhi edhe këndi në shtëpi. Gjithë pasditen luftë, është ora 5:10 minuta e pasdites. O zoti I madh, kemi qenë kaos total. Na erdhën kushurinë për vizitë, për Christmas, për vit të ri. Kisha shumë kohë pa I takuar, u kënaqa, u çmalla, po një rëmuj, ndërkohë që mami bënte një cheesecake me pistakjo, e ka qarë kështu në pamjen e parë dhe mezi po pres që ta provoj. Jemi shumë rëmuj në divanët që kishim këtu, kolltushet që kishim këtu, I dërguam me këta të mobilerisë që na sollën këto divanët tek nëna, te fshatit e nëna, edhe unë nisëm për atje bashkë edhe babi me vllajin për t'i treguar rrugën edhe për t'i sistemuar brenda tek shtëpia e nënës, e ndërkohë duam të presim që të vinë ata dhe të mund të marrim makinën dhe të lëvizim pak sepse duam të blejmë ja 2 gjëra të vogla që na kanë ngel për nesër bashkë me mamin. Ditë të vrullshme, domethënë ky vit I ri është aq I lodhshëm, sidomos për ne vajzat, aq më shumë nënat tona që marrin edhe kanë përgjegjësi për çdo gjë këto ditë. U lodha shumë, po dhe u kënaqa. Kemi vetëm një makinë dhe jemi kështu e pronotojmë të gjithë me orë më përpara. Në këtë orë me kaq e kam unë, në këtë orë me kaq e ka vllai, nuk kemi çfarë të bëjmë. Edhe babi sot shkojnë në punë me makinën e atij që punon. Ndipinte bashkë edhe me këtë pupën këtu. Është shumë I rehatshëm, është shumë I butë. Këtu mund të flesh edhe kollaj, më pëlqen shumë ngjyra, është ngjyrë neutrale, donim diçka jo shumë të shtrenjtë, por diçka ekonomike që të përshtatej edhe me kohën sot, edhe me ngjyrat që unë kisha shumë dëshirë tek shtëpia jonë. Nuk është se e kishim të nevojshme patjetër që duhet të bënim disa rregullime në shtëpi, por dhe ç'është e vërteta, këto shtëpitë që ne jemi kanë 24 vite ma. 24 vite që kur kanë hyrë, domethënë para se të lindja unë, edhe kishim me ato mobilje, gjëra sado që ishin të mira, thjesht që ka ndryshuar koha, edhe nuk është se përshtaten dhe aq shumë me kohën sot. Kështu që na duhet diçka dhe ne gjetëm brenda buxhetit ton këtë këndin që vërtet mua më pëlqen shumë. Sado që mami ishte me pikpyetje, okay, kishte edhe super shumë të bukur që sa I pashi dashurova, por që kushtonin dhe shumë lek, që gjë që nuk ja vlen që në ditët e sotme të shpenzosh aq shumë lek për një mobilje në shtëpi. Kokën time tani çdo gjë që mund të valvitet rreth lekut është diçka që ty të sjell lek mbrapsht, diçka që mund të jetë të tipit qoftë dhe një mini biznes online apo diçka tjetër që ti mund ta shtjellosh. Okej, mendoj shumë. Trurim punon shumë edhe e zgjata shumë. Të gjitha mendimet që kisha brenda gjatë kësaj ditës I përzjeva bashkë edhe me pjesën e këndit. Por që ky ishte edhe këndi I famshëm në fund që e morëm. Gjithë vlogu më duket sikur do jetë vetëm për këndin. Edhe cheesecake-u me pistakjo është gati edhe kemi vetëm për ta vendosur në frigorifer.
gjithë ju që i festoni. Sa bukur ndihen festat kur je në familje. E dim që ka shumë lodhje, sidomos për mamat tona që nuk lodhen kur së gatuari dhe së na bëri ato ushqimet me duart e tyre, kur që mblidhemi të gjithë dhe ka shumë ngrohtësi dhe shumë dashuri në familje, në tavolinat tona. Unë jam në makinë sepse erdha të marr gjyshen nga ana e mamin dhe të nisemi për tek shtëpia jonë, aty ku do festojmë Krishtlindjet. Nuk gjete? Në to shishim. S'ka gjë, pa hajtë se kemi një tjetër atje në shtëpi nga ato kabashët. Nga që Dajo ka pas lokalin edhe ne donim shumë që të merrnim një nga ato shishet e bukura të verës, që të mund të hidhni verën aty dhe mendonim se kishte te lokali i Dajos, por nuk ishte. Nëse, po nisemi të festojmë Christmas. Hello Nushi. Dhe ikim? Ikim. Hello, jemi rikthyer në realitetin ton dhe në rutinën ton. Ka ardhur viti 2026, uroj shumë të jetë ky viti, ai viti i atyre realizimit të dëshirave dhe të ëndrave që nuk arritët dot t'i plotësonit nga viti i kaluar. Unë sapo jam kthyer nga shkolla dhe jashtë kishte filluar shiu, prandaj mund të duken flokët e mi pak si të njom dhe doja të bëja një checklist të shkurtër të këtyre ditëve që unë nuk kam filmuar, sepse realisht këto ditë jetova pa presionin e punës dhe të rrjeteve sociale. Unë jam shumë falenderuese për këtë punë që kam, por e kisha shumë të nevojshme që të rimblidhja energji dhe nuk doja ta bëja këtë gjë me forcë tek vetja ime dhe lash veten time të lirë, sepse siç e dim të gjithë që rrjetet sociale vitet e fundit janë po aq sa të rëndësishme në jetën tonë, po aq edhe humbin disa vlera nga momente dhe jeta reale që ne jetojmë në përditshmërinë tonë. Dhe unë doja që ato momentet e bukura të fundvitit me njerëzit e mi të zemrës dhe me herë të parë të shumë gjërave që kanë ndodhur këtë vit, doja të jetoja pa kamera. Siç ju thash dhe siç e dini, dashurim erdhi festoj Krishtlindjet tek familja ime dhe unë isha e detyruar në thojza, absolutisht një farë detyrimi, jo, isha thjesht unë dhe dëshira ime që ta festoja vitin e ri më pas me të dashurin tim dhe të prisnim ndërimin e viteve të dy bashk, nga ku unë postova edhe këtë videon, si viti 2026 me energji super shumë të mirë, shumë e lumtur, krenare dhe me fat që kam në jetën time një njeri që më vlerëson, e dua, më do, kalojmë shumë mirë me njëri tjetrin edhe shikojmë gjëra përtej këtyre ditëve të bukura që jetojmë dhe shikojmë jetën tonë së bashku për ta ndërtuar, krijuar dhe për ta ndëruar çdo ditë atë që mezi presim që të punojmë fort sot për të pasur në të ardhmen nesër atë që ne duam. Pastaj kemi kaluar kohë me disa kushërinjtë e mi, kam kaluar kohë me disa kushërinjtë të dashurit tim, pak planifikim për 2026-ën. Kalova kaq shumë kohë me familjen time sa më kishte marrë shumë malli. Nuk e di ju besojt juve apo jo, po unë që kur jam kthyer nga Gjermania edhe deri tani që kanë kaluar gjithë këto muaj, akoma nuk është se jam çmallur 100% me familjen time. YouTube-i është një platformë që dua me gjithë zemër edhe nuk e mendoj ndonjëherë që do rreshtem së xhiruari, por duke qenë se 2026 ka nisur shumë bare edhe me Instagramin edhe shumë punë, aktivitet aty dhe çdo gjë tjetër dhe mua nuk po më del fare koha, po ju betohem fare, sidomos tani që është edhe një sezon, fillon dhe sezoni i provimeve, jam totalisht e ngarkuar, kështu që unë me shpresën dua të postoj çdo javë, por nuk ju premtoj derisa të kaloj edhe ky sezon i provimeve, se për mua shkolla është primare edhe absolutisht nuk e diskutoj fare këtë gjë dhe doja shumë që të bënim edhe një
checklist të vogël nga agenda dhe qëllimet e 2025-ës, çfarë kam arritur dhe pak nga disa nga qëllimet e 2026-ës që unë kam shkruar tek agenda ime mbi Re Studios. Këtu kam agendën time të vitit 2025 dhe këtu të vitit 2026 që më pëlqen shumë sepse më bën të ndihem shumë e organizuar, të jem më produktive, gjërat i shënoj këtu edhe më pas i kontrolloj check nëse ja kam arritur t'ja dal, ndihem vërtet shumë produktive, kështu që mendoj që është dhe një super dhuratë e bukur për t'ja bërë shoqes, mikeve tuaja, ose qoftë edhe mamave apo babave, sepse ka edhe agenda që janë më serioze në kuptimin e kopertinës, sepse nga brenda janë të gjitha njësoj. Në fakt është hera ime e parë që po e bëj këtë gjë, sepse nuk e kam bërë checklistën dhe e kam pritur që ta hap kamerën dhe ta bëja bashk edhe me juve. Okej. Në karrierë, qëllimet për vitin 2025 ka qenë nisja e shkollës grafik design. Okej, unë kam nisur art design që brenda ka grafik, interior, është akoma më gjithë përfshirëse. Kjo është një gjë që më ka ngelur pezull edhe dua që ta aktivizoj këtë vit në 2026, kështu që nuk po e lexoj. Minus 5 kg në shëndet, absolutisht nuk kam bërë asnjë lloj lëvizje, mund të kem shtuar ndonjë 2 kg, por nuk i kam ullur 5 kilogramët e mi. Të pi sa më shumë ujë, ky është një problem që unë e kam shumë tek vetja ime, sepse trupi im nuk më kërkon fare ujë. Do me thënë, unë jap ujë me zor. Edhe këtë nuk është se e kam bërë shumë, të jemi sinqert, për aq litra sa duhet të pim në ditë. Hesha e ëmbëlsirave dhe pijave me gaz, okej, ëmbëlsirat nuk është se i kam konsumuar shumë. Rritja dhe kujdesi ndaj flokëve, po, mund ta shikoni që flokët e mi janë shumë herë më të shëndetshëm dhe këtë mund ta dalloni shumë lirisht duke u futur në videot e kaluara te kanali im. Kursime financiare X euro, okej, këto në kursimet unë i kisha, por duke qenë se kishim shpenzimet e vitit të ri dhe unë çdo dhuratë, çdo gjë e kam bërë vetëm me lekët e mia, nuk janë më kursimet. Okej, pagëzimi Noeli Dan, kursime deri në qershor, okej, dhe kjo, udhëtime Itali, Francë, Turqi, në Itali kam shkuar, në Francë kam shkuar, në Turqi nuk kam shkuar. Këtu kam shkruar udhëtime për Shqipëri minimumi 4, nga që ishte periudha që unë kam qenë në Gjermani, unë jo që i kalova 4 udhëtime derisa erdha, po i te i kalova. Pastaj kam udhëtim në çift në Paris që e kisha shumë dëshirë edhe që kjo ndodhi, gjithashtu shkuam edhe në Greqi. Tek pjesa e dashurisë kam shënuar edhe që duhet që një nga qëllimet e mia ishte që t'i bëja 6 dhurata total, pra çdo 2 muaj, dhe i kam arritur biles, këtu i kam shënuar 6 dhurata. Ndër qëllimet e 2025-ës, tek stili i jetës ka qenë edhe fol qet, mos ngri zërin. Mund të them që unë flas qet, por e ngre edhe zërin në raste që kuptoj që nuk po më dëgjohet fjala, edhe kam pak kështu instinktive që dua të më dëgjohet fjala dhe mundohem që e ngre zërin, ndoshta edhe në ato momente kur nuk duhet ta ngre. Kjo është pjesë e procesit të rritjes që me kalimin e kohës sigurisht edhe mua do më ndryshoj. Me mami dhe babi, më bën pushimet e verës, disa qëllime të tjera nuk po i lexoj. Okej, po ju tregoj pak nga qëllimet e mia për këtë vit. Dua që të arrijë në Instagram 30.000 followers. Dua të hedh ide për një biznes online. Një nga dëshirat dhe qëllimet e tjera është që të blej aparatin Canon G7X Mark III, që është ai aparati i famshëm. Dua të blej një makinë të vogël, dua të realizoj një set fotografik profesional ose edhe jo. Dua që të realizoj shumë një event me ju, pra me të gjitha gocat që më ndjekin për te rrjeteve sociale dhe nuk kemi takuar ndonjëherë. Shëndet dhe mirëqenie patjetër që duhet të bie disa kile nga ajo që unë jam. Dua të trajtoj aknet e mia që kanë ngelur goxha shenja, dua të zgjas flok